Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Artan Diti, ka nxjerrë një urdhër për kontrollin e territorit me qëllim identifikimin dhe azgjesimin e bimëve narkotike. Në këtë urdhër, në të cilën specifikohen dhe detajohen objektivat dhe qëllimet kryesore të Policisë së Shtetit për sa i përket luftës kundër narkotikëve, drejtori i përgjithshëm i Policisë urdhëron komisariatet, drejtoritë e policive në Qaqe që të ngrenë grupe me qëllim kontrollin e territorit dhe ndarjen e tij në zona sipas fshatrave dhe komunave, duke caktuar dhe personelin policor. Grupet e kontrollit do të përbëhen sipas urdhrit nga një shef seksioni krimesh, rendi apo referent, një specialist për krimet e zonës, një ndihmës specialist për krimet, një ndihmës specialist për rendin dhe punonjës policie të komisariatit sipas vlerësimit të shefit të komisariatit përkatës. Shefat e komisariateve sipas këtij urdhri dhe strukturat e sigurisë publike në drejtoritë e policive në Qaqe do të jenë përgjegjës për kontrollin dhe monitorimin e punës së bërë nga ana e strukturave në bazë. Sektori për shërbimet mbështetëse urdhërohet që të marrë masa për planifikimin e limitit shtesë të karburantit, mjeteve dhe pajisjeve të tjera të domosdoshme për mbështetjen e strukturave policore për kontrollin e territorit. Për mos zbatimin e këtij urdhri dhe detyrave të dhënave mësipër, sipas drejtorit përgjithshëm do të fillojë menjëherë ecuria disiplinore për çdo funksion përgjegjës.